Përshëndetje shenja Demit, kjo është panorama javore. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi kulla, mbretëresha e kupave, të dashuruarit, kalorësi i shpatave. Kjo javë fillon me një çarje të fortë të realitetit tuaj të brendshëm. Kulla nuk vjen but, ajo rrëzon një iluzion, një pritshmëri ose një strukturë emocionale që ju e kishit ndërtuar me kohë. Mund të jetë një e vërtet që del në sipërfaqe, mund të jetë një zhgënjim, apo një moment i fortë ndër gjegjësimi. Por menjëherë pas kësaj, mbretëresha e kupave ju rikthen tek vetja. Ju nuk jeni thjesht në rrëzim, jeni në një thellim emocional, sepse intuita juaj është shumë e fortë tani dhe ndoshta për herë të parë po e dëgjoni pa e filtruar atë. Karta e të dashuruarve nuk flet vetëm për dashuri, flet më tepër për zgjedhje. Ju duket se jeni përballë një vendimi të rëndësishëm që lidhet me zemrën ose me vlerat tuaja, ose me drejtimin që dëshironi të merrni. Kalorësi i shpatave tregon që kjo zgjedhje nuk do të shtyhet gjatë, diçka do t'ju shtyjë të veproni shpejt, që mund të jetë një bisedë, një përballje ose një vendim i prerë. Pra ju po zgjoheni nga një iluzion dhe po hyni në një të vërtet më të pastër. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos veproni vetëm nga impulsi. Duhet të ndjeni fillimisht, më pas të veproni, sepse e vërteta juaj emocionale është udhërrëfyesi. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbreti i kupave, 10 kupat, 2 shkopinjt, asi i kupave. Në familje kemi një energji shumë të bukur, por edhe një zgjerim që po kërkon të ndodhë. Mbreti i kupave dhe 10 kupat tregojnë një bazë të fortë emocionale. Flasim për një bazë në familje, që mund të jetë mbështetje, dashuri. Pra dikush në familje mund të jetë shumë i pjekur emocionalisht, mbreti i kupave pra, ose ju vetë po merrni këtë rol, por 2 shkopinjt tregon që ju po mendoni për diçka më shumë, që mund të ketë të bëjë me një zgjerim, me një ndryshim, ose me një hap përtej asaj që është komode. Pra ju jeni duke planifikuar diçka. Asi i kupave është shumë i rëndësishëm, sepse flet për një fillim të ri emocional brenda familjes. Mund të jetë një pajtim, një lidhje që forcohet, ose një ndjenjë e re që lind. Pra, ju keni dashuri reale rreth vetes, por duhet të zgjidhni se si do ta përdorni atë. Kartat këshillojnë të mos e merrni si të mirëqen këtë mbështetje. Hapuni dhe shprehni ndjenjat tuaja, sepse një fillim i ri emocional është i mundur, por kërkon pjesëmarrjen tuaj. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 8 monedhat, 2 shpatat, ylli, 8 shpatat. Në dashuri, 8 monedhat tregon përpjekje. Ju ose dikush tjetër po punon për këtë lidhje. Ka përkushtim, ka përmirësim, ka dëshirë për ta bërë më mirë. Por, në 2 shpatat tregon bllokim, një vendim që nuk po merret, dikush po mbyll syt për të mos parë të vërtetën. Ylli sjell shpresë, sjell shërim, një dritë shumë e pastër. Kjo nuk duket si një lidhje e zakonshme. Ka një dimension shërimi, do të thoja unë, pra një ndjenjë që mund të funksionojë, por 8 shpatat është paksa e rëndë, sepse ka ndjesi bllokimi, mendime që ju mbajnë të burgosur, frikë që nuk ju lejon të veproni lirshëm. Narrativa në dashuri pak a shumë më lë të nënkuptoj se ju po përpiqeni për diçka që ka potencial shumë të bukur, por jeni të bllokuar nga mendimet, nga frikërat, ose mungesa e një vendimi të qartë. Është sikur zemra juaj thot po, por mendja juaj ju mban në vend numëro.
Pra, shpresa është reale, por edhe bllokimi është krijuar nga ju ose nga mënyra se si po e mendoni situatën. Kartat këshillojnë se ju duhet të merrni një vendim, mos qëndroni në mes, mos lejoni që frika të kontrollojë zgjedhjet tuaja. Nëse kjo lidhje ja vlen, duhet të punoni për të me vetdije, jo me ankth. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 kupat, 6 monedhat, 5 kupat, 4 shpatat. Në punë kemi një ritëm më të ngadaltë dhe reflektues, sepse 6 kupat mund të tregojë rikthim në diçka të vjetër, që mund të jetë një projekt, një ide, një vend pune ose një mënyrë pune që për ju është e njohur. 6 monedhat tregon balancë, dhënie dhe marrje. Mund të ketë ndihmë, bashkëpunim ose një shkëmbim të drejtë energjie, por 5 kupat sjell zhgënjim ose mund të sjellë zhgënjim, diçka nuk ka shkuar ose nuk do të shkojë ashtu siç prisnit. Një mundësi e humbur, një ndjenjë që mund të ishte më mirë. 4 shpatat kërkon pushim, jo vetëm pushim fizik, por edhe mendor. Pra, ju nuk jeni në një fazë veprimi të madh, por në një fazë përpunimi. Kartat këshillojnë të pranoni zhgënjimin pa u zhytur në të. Duhet të pushoni dhe të rifitoni qartësinë. Mos nxitoni për vendime të mëdha gjatë kësaj jave. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi izolimi. Kjo kartë nuk është vetmi negative, është një tërheqje e nevojshme, sepse ju keni nevojë të largoheni pak nga zhurma, nga njerëzit, nga mendimet e të tjerëve, nga presioni për të dëgjuar veten tuaj. Kjo javë nuk është për të marrë përgjigje nga jashtë, është për të gjetur përgjigjen brenda vetes. Paçim.